Përshëndetje, mirë se erdhën Destiny Astro Tarot. Unë Luani, ky është një lexim për shenjën e Akrepit për sa i përket muajit mars 2025. Kjo është një video e cila do ndiqet apo do shikohet edhe nga njerëzit të cilët kanë ascendenten në shenjën e Akrepit apo hënën në shenjën e Akrepit. Pa humbur kohë, bëjmë leximin e muajit mars për shenjën e Akrepit për të parë se çfarë letra tarot tregon. Për lexime private ju mund të më kontaktoni në WhatsApp në numrin më sipër. Atë mund të bëjmë edhe leximet private. Akrepi. Letra e karocës, letra e fortunës është një ndryshim që ka ndodhur ndoshta në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj, në mobilerimin apo në banesën tuaj. Një rregullim apo sistemim i shtëpisë suaj apo një ndërtim në shtëpinë tuaj apo një shtëpi e re. Shikoj ndryshimet që kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhen gjatë muajit mars 2025. Janë ndryshime të cilët prekin familjen dhe shtëpinë. Letra karocës është elementi gaforrës e cila më flet edhe për pjesën e anës suaj emocionale që do ndiheni të balancuar. Do ju duhet që të zgjidhni diçka në bazë të mendjes apo zemrës, por që ju duhet të ndani ose të jeni disi të vendosur çfarë vendimi të merrni duke gjetur atë balancën e kësaj situate, por në lidhje duke marrë këtë vendim me mendjen tuaj ose me zemrën tuaj. Pra mund të gjendeni disi të dyzuar. Por megjithatë është një letër e cila tregon për pjesën e flirteve, në pjesën e dashurisë që keni flirte ose ngacmime, pra biseda të reja. Shikoj këtu letrën e perandoreshës, në fund të letrave shikoj që diçka e bukur e cila ndodh për ju akrep ka të bëjë me pjesën e gjërave të së bukurës, ndoshta do keni vizione, plane më të qarta, do jeni më konkret në gjëra, ndoshta entuziast, merrni hape për të nisur diçka të re. Njëkohësisht është edhe një letër e cila tregon për ritme të larta ekonomike apo ndryshimet që kanë të bëjnë edhe me pjesën e banesës që fola pak më sipër, apo edhe ndryshimet që kanë të bëjnë me pjesën e fëmijëve tuaj, pra fëmijët tuaj nëse kanë marrë vendime për të stabilizuar diku, për të shpërngulur nga një vend në një vend tjetër, apo edhe nëse dikush prej jush është shtatzan ose pret një fëmijë, pra e shikoj si një letër mjaft të mirë, pozitive, të këndshme. Kjo është një letër e cila përfaqëson Venusin, pashka se Venusi është retrograde në pjesën e Marsit, në muajin mars, duke treguar këtu kujdesin që ju duhet keni më shumë në pjesën në pjesën e shtëpisë së 6, e cila lidhet me pjesën e rutinës dhe shëndetit. Mërkuri dhe Venusi do jenë në shtëpinë tuaj të 6 në retrograde, pra në prapavije, kthyer në prapavije, e cila tregon këtu që kujdesi duhet jetë tek pjesa e shëndetit. Do keni flirte, duke parë Venusin në shtëpinë e 6, mendoj do keni flirte goxha, por mund të jenë thjesht biseda ose ngacmime, por jo diçka serioze dhe konkrete. Por megjithatë duket një muaj fantastik. Kujdesi duhet jetë tek pjesa e shëndetit dhe tek rutina. Ndoshta të punuarit shumë, ndoshta të marrit disa shikoj këtu me katrën e monedhës, ndoshta mund edhe bashkë me kalorësin e shpatës, ndoshta do merrni disa përgjegjësi të reja, ndoshta dikush që vendos disa përgjegjësi qoftë në pjesën e punës apo edhe në pjesën e familjes, pra që ju ndoshta duhet të jeni më të duhet punoni ndoshta më shumë, duhet jeni më të fokusuar, dhe kjo mund t'ju gjejë disi të mbi ngarkuar duke parë dhe Mërkurin në prapavijë në shtëpinë e 6. Por megjithatë shikoj një lexim pozitiv. Lajmëtari i shpatës, e cila më flet për lajme të mira, pozitive.
lidhet me pjesën e dokumentacionit, ashtu sigurisht edhe gjashta e shpatës, por lidhet edhe me udhëtimet që zakonisht kanë të bëjnë me pjesën e udhëtimeve të shkurtra. Pra nga një vend pra mund të jetë nga një qytet në një qytet tjetër që janë afër me njëra tjetrën ose nga një zonë në një zonë tjetër, por e shikoj si udhëtime të shkurtra duke dalë nga monotonia juaj. Megjithatë do rritet përgjegjësi, do rritet ndoshta edhe ora e punës, ju shikoj kreativ, ju shikoj me ide, do jeni entuziast për të bërë diçka tjetër, diçka të re. Mbretëresha e shpatës dhe asi i monedhës. Shikoj një element do thoja pozitiv në rastet e dokumentacionit, të letrave, të shkresave, diçka që ka të bëjë me firmosjen, por njëkohësisht edhe një person këtu e shenjës së ajrit, pra binjak peshore ujor, që mund të jetë një person që në pamjen e parë duket shumë e prerë, shumë serioze, është një person që ndoshta ju ndihmon në marrjen e këtyre pra në konfirmimin e këtyre letrave apo të dokumentacioneve, por asi i monedhës tregon për ndryshimet mallore që do ndihen brenda familjes suaj, duke treguar një sukses edhe financiar që ka të bëjë pra me pjesën e punës, ndoshta përgjegjësitë e re që shtohen, por edhe një rritje rroge mund ta quaj. E shikoj si një letër e cila ka të bëjë me pjesën e daljes prej sfidave, është një letër e cila zgjon dëshirën për të qenë kreativ dhe për të punuar më shumë apo për të kërkuar më shumë nga vetja juaj. Është një letër e fillimeve të reja të suksesshme afatgjata. Është një letër e cila përfshin edhe pjesën e një shpërblimi, mund ta quaj ekonomik, por megjithatë është një letër që përfaqëson pjesën e suksesit dhe brenda familjes ju shikoj goxha mirë, akrep. Mjaft të përqendruar në gjërat tuaja, në gjërat që kërkoni, tepër të fokusuar. Akrepi. Mesazhi është të falësh, të tregosh dhëmshuri dhe dashuri dhe tjetra është lëre të shkojë. Ndoshta një situatë që ju ka bërë ju paksa të ndjeni keq për disa prej jush, një situatë që ndoshta ju ka lënduar ose dikush mund të ketë përjetuar një moment zhgënjimi nga dikush, nuk është e thënë vetëm në dashuri, por edhe në pjesën shoqërore, ose një personi që e keni njohur, pra lëre të shkojë dhe të falësh, forgiveness. Ky ishte mesazhi i përgjithshëm, në një letër tjetër. Inspirimi, duke nisur tani, begin now, është të ndjerit pra i inspiruar, kreativ për të nisur diçka tjetër të re ndoshta, por edhe diçka që ju jepet juve, ju besohet që ju e bëni, jeni tepër kërkues gjatë kësaj periudhe dhe ju besohet nga të tjerët që ju jeni personi i duhur që duhet ta realizoni këtë gjë. Pra dikush që ka besim tek aftësitë tuaja, dikush që e di potencialin tuaj se çfarë ju mund të bëni dhe çfarë ju mund të arrini. Qëndro optimist rreth dashurisë së jetës tënde, mendimet pozitive dhe besimi do të sjellë ty romancën. Positive thinking and faith will bring you romance. Pra, të menduarit pozitivisht dhe të menduarit pozitivisht është të menduarit dhe të paturit besim, do të sjellë ty pjesën e romancës. E thash që është një flirt, prandaj ju shikoj disi që keni atë addiction, pra që e keni atë pjesën e tërheqjes njëri tjetrit, por mund të jetë një situatë ku edhe ndonjëherë ngjeni veten të disi të ndarë ose të larguar nga njëri tjetri për akrepat të cilët janë në lidhje të re apo kërkojnë një lidhje. Pra e ndjeni veten disi duke flirtuar apo me ato gacmime, por nuk do thotë që është një lidhje
e duhur apo tepër e fokusuar, por ka momentet edhe të distancimit edhe të largimit nga njëri tjetri. Ndoshta ju e keni njohur njëri tjetrin për më përpara, ndoshta keni njohur njëri tjetrin më përpara, sepse duket si një lidhje romantike e së kaluarës, nga letra pas life relationship, por e shikoj si diçka në cilën do kohë që të sjellë rezultate. Zgjimi, intuita, ose të qenurit kreativ dhe të parit përtej asaj çfarë duket. Pra të qenurit disi për llogaritur që ky hap po merret, por unë e di shumë mirë se çfarë do ndodhi në hapin tjetër. Dhe besoj se për këtë arsye ju besohet kjo gjë juve që ta bëni, sepse dikush e di potencialin tuaj, se sa të aftë jeni ju dhe ai e di se ju shikon juve. Nëse ju e merrni këtë vendim, ai ju shikon juve se sa të aftë jeni ta çoni këtë gjë. Pra, të shikoni përtej çfarë ju shikoni. Pra, aftësia juaj për ta menaxhuar situatën dhe për të parë atë çfarë mund të ndodhë nëse ju merrni këtë përgjegjësi të radhës. Letra do të bjeri, letra dashuruarve. Letra e dashuruarve duke treguar këtë kompromise, duke treguar komunikim, është një energji e binjakëve e cila mund t'ju bëjë juve të ndiheni disi multitasking, pra një person që mund bëj shumë gjëra njëkohësisht, ose tepër i ngarkuar në rutinën e tij, mund të ndiheni pak të lëkundur disi pranë atë rutinën tuaj që ju duhet të mendoni se gjithçka duhet bërë në mënyrë profesionale dhe perfeksioniste, por duhet kujdeseni edhe për pjesën e shëndetit. Është numri 6, karakterizohet për pjesën e shëndetit, është shenja e binjakëve, e cila është disi jo shumë e përqendruar tek një gjë, por në shumë gjëra të ndryshme, dhe kjo bën disi personin të çorientohet, pra nuk duhet të jeni disi tepër të fokusuar në shumë drejtime të ndryshme dhe të jeni disi të hallakatur për të bërë gjërat. Por kapuni tek një gjë dhe pjesa e flirtit është energjia e të dashuruarve binjakëve që tregon për pjesën e flirtit. Binjakët janë shenja të cilat tregon për flirtin, tregon për një shenjë që flirton shumë dhe karakterizohet si shenja e princit, pra kërkon që të ketë dashuri nga të gjitha anët, e simbolizon atë veten e tyre si princ dhe si është si energji fëmijërinore, është si energji që është si ai fëmia që kërkon të gjitha lodrat ose të gjitha gjërat i ketë të tija. Pra ashtu është edhe kjo letra e dashuruarve që i bën disi personat flirtues dhe disi paksa të çorientuar në rutinën e tyre. Por megjithatë e përgjithshme është pozitive, është goxha pozitive, do keni romancat jo shumë të përqendruar me njëri tjetrin, por takime edhe ky person mund të jetë nga e kaluara juaj, por do ketë momente edhe të distancimit, do ketë edhe momente të ftojes kësaj romance, por megjithatë duhet një kohë e goxha pra për të arritur në një sukses romantik. Si do jetë dashuria për akrepët e cilët janë i marrëdhënie dhe janë të martuar. Letra e Hierofantit e shikoj shumë të vendosur, stabile, shumë tradicionale, ndoshta dashuria juaj është tradicionale, është dhe karakterizohet nga një person që ndoshta shumë shpirtëror, apo me intuit, apo është edhe një person që ndoshta beson shumë në fe, në Zot, pra është një person që është shumë i vendosur për sa i përket ligjeve të natyrës, por është një person që është me këmbë në tokë dhe mjaft tradicional. Pra letra e Hierofantit, e cila më flet për energjinë e demit që ka të bëjë me tradicionale dhe familjen. Shpresoj shumë që ky lexim t'ju ketë pëlqyer. Do takojmë përsëri në video të radhës. Bashkë mirupafshim.